Nga lidhet gomari. Ndonjë diva serbe s'ka. We did it first, okay? Me psikologen kam gënjyer si derri. Po nuk është e nevojshme që unë t'i bëj keq dikujt tjetër. Paguan ti. Paguaj. Sa kushton luku i vezirës? Eksperienca ime në Portokalli ka qenë gjithmonë shko e ik. Ti ka ngritur ndonjëherë nervat ty te Portokallia? Kam një listë me emra. Parulet janë njerëz zakonisht të shpifura. Po me vajza do eksperimentoje vezira? Kam eksperimentuar. Kishe ti një natë gjestin, qa do bëni të dy bashkë? Do luanim dominom. Se donte të vërtetonte që Laerti s'ka ndjenja për Valbon, duke e puthur Donte të vërtetonte atë, thjesht i kishte marrë malli për pak puthje. Kush do t'i vej jeta mbar, shkoni puthni Laert Vasili. Është bër Laerti si shtëpi publike. Gerta ka dalë jashtë kontrollit. Mashkulli, a shumë i degenerum, mirë pafshim. gjeje se kush i ka bërë cicat. Unë jo, një herë. Elbasan tek ty ka mallin, sa të jeme, sa të roj, të gjithë botën të ma falin, me tjetër së ndëroj, gëzuar ditën e Gëzuar! U bëfshi si ajo ballokumja që ka Kostiani dhe si Kostiani. Jo si unë, bëni si një ballokume. Ne këto do jam në fund të emisionit, po gëzuar të gjithëve. Gëzuar të gjithëve. Jo. Vërni aty në fund të emisionit, Unë kam ballokume Gucci. Duket ka. Shkon formati. Ai përshëndetje me të mira, zoti mar boftjera. Duket sikur pranvera ka nisur vrullshëm sepse edhe me shumë lule. Me shumë puthje do thoja. Sepse në Big Brother kanë plasur puthje të hapur, Laerti puthjet me gjestin, pastaj Aldo puth Laertin, pastaj E knaqën buzën o zemra. Se ishte tharë buza për Po s'ka lidhje ajo tani. Se? Po sepse ai thjesht ishte në një rol, ju dha një lloj direktive që duhet të puthte një personazh tjetër. Edhe i mori me radhë. Gjithë ta që komentojnë janë njerëz të cilët triggerohen shumë lehtëshëm nga një mashkull që puth një personazh tjetër, në këtë rast doli Gjesti. Ore mirë, unë e kuptoj këtë, po nuk kuptova Ishte brenda rolit. Unë nuk kuptova Aldon. Mirë Laerti me Gjestin që u puthën, okay, ishte fani, ishte brenda rolit. Po Aldo pse donte të vërtetonte që Laerti s'ka ndjenja për Valbon, duke e puthur. Donte të vërtetonte atë, thjesht i kishte marrë malli për pak puthje dhe atë. Pa i tha, mu duk tha sikur putha babin. Po ja doli, shiko, Aldo si duhet një gjë që të bënte namin se ishte në nominim. Dhe normalisht do duke vete sikur bën një gest heroik që shiko se un po vete të puth Laertin që të shpëtoj. Ama nëse janë ca budallishe këto që vetëm me Aldon, se e pash dhe te Prime që po kapishin gjithë me Aldon, dhe nuk u kapën me Laertin dhe fakti se si ai mori gjithë me radhë dhe i thoshte hajde puth. E bukur ishte që ka puthur dhe më shumë se 2 meshkuj brenda 24 orëve, të paktën kështu tha. Po jo mos s'ka pu 2 meshkuj. Mirë Ka puthur më shumë sa jashtë shtëpisë. Jashtë shtëpisë, okay. Valbon nësi thoshte do të puthemi, hajde puthemi, Valbona që se pranonte, erdhi Egla Ceno, fapja mori puthjen. Egla është e papar, nuk e di domethënë, me atë hyrje ishte ikonike. Dhe Në Egle si duhet që ka ajo shtëpi. Për Laerti nuk e di domethënë, se ato vjen njerëz të falen po. Kush do t'i vej jeta mbar, shkoni puthni Laert Vasili dhe puthje kështu Allah franceze, që t'ju vej jeta kështu si kjo ballokume. Është bër Laerti si shtëpi publike, nuk e di keni pa. Jo me jo se nuk vatën e përdorën Laertin për repshet e tyre se një puthje i dha. Ai bëri aty, tha erdhën më puthën. Elare Artemishi. Elare tashi. Shiko, dua të ndalemi dhe tek debati që pati Viserlo me Gjestin dhe Jozin. Unë jam dakord që Viserlo donte të kapte Prime në një farë mënyre, që po ja merrte topin djemve. Po dhe ajo goditje në fytyrë me vezë, se është ndryshe të ta çajnë vezën kokë, është ndryshe ta sjellin. Sepse ishte dora, më thënë ishte tamam shpull. Dhe dukshëm aty ran dhe syzet dhe unda i shkoi ju devijua. Dhe shumë e drejtë që Viserlo të acarohet sepse produksioni po favorizon, po e man Gjestin kështu. Shiko, po ka bërë diçka Gjesti që ta favorizoi dhe produksioni, se aty produksioni të favorizon. Jo, kam thënë në live. Po, bravo, ata gjithmonë ata e kanë mbajtur Gjestin si ujë e pakët dhe asnjëherë nuk do ketë asnjë lloj ndëshkimi, nuk do lodhem për ta thënë këtë çdo herë. Mbas pak
këtu në UTF Show. Do të shihni të gjitha të larat dhe të palarat e mia. Ju lutem bëni subscribe, ka nevojë për subscriber, fakir. Gjithsesi bëni subscribe se do dalun. Dua të diskutojmë dhe faktin që Valbona mund të ketë diçka me Jozin, mund të ketë pasur diçka me Jozin jashtë, dhe fakti që bëri atë lojën dhe nxorri bluff Gertën. Gerta tani është vërsulur dhe Valbonës dhe Rozanës. I përmendi Rozanës babain. Rozana ka për herë të tretë që dua të dalë. Rozana nda mendjen. Thot që nuk do dalë dhe vazhdon dhe bën. Tani edhe kur tallesh me emrin e tjetrit, do e pranosh edhe talljen që të bën tjetri mbrapa. Shiko, unë besoj që është bërë fare normale për fshirja e njerëzve që janë jashtë shtëpisë. Njerëzit e gjallë, po përfshin njerëz të vdekur. Pra, Gerta ka dalë jashtë kontrollit. Neve kemi thënë kot për Eglin që ka dalë jashtë kontrollit, po Egla, Gerta literalisht është out komplet. Dhe nuk është out ta mbroj veten e saj në braj. Bën çfarë bën gjatë gjithë ditëve dhe tash mos e afusni kot. Gjithsesi që besoj në një gjë bien gjithë dakord edhe pse këtu s'bien fare dakord. Big Brother është bërë boring. Dhe mua më zë gjumi. Është bërë mërzitshëm. E flasim dhe këtu në emision më hapet gojën zë gjumi. Ka ngelur vetëm disa banor kur e fjalë ke Loredana do të që po m'pëlqen mua me replikat që po i jep akoma. Mos i kanë dhënë shumë djath lope që ajo po jep. Unë e parashikoj dhe në finale, si Beniada. Jo, nuk e parashikoj në finale. Loredana është tani avashme. Valbona me Laertin. Gertën, Gjestin, Rozanën, Laertit me Valbonën sepse që janë 2-1. Shiko tani, me qëra fjallat të kjo 2-1, unë dhe zonja ngjitur meje, kemi shkuar në Kamës këtë herë, turneu vazhdon. E kemi ndezur Kamzë. Ka qenë ndezën Tarashia, zoti. Ka qenë, mundësisht ka qenë dhe zotëria ngjitur me të, po. Tani vetëm që të sqarojmë diçka për ata që kanë arritur deri në këtë pjesë, që unë kam rolin që do t'i kundërshtoj banorët e Kamzës. Pra, unë do të ndez gjakrat në Kamës që i ndeza në fakt. I ndezi misi, avulloja i ujë nga zjarri, e prekni njerëzit misi kështu psst. E ndjekim dhe rikthehemi në studio. Ej miq të UTF Show, unë jam sot në Kamës, si që shikoni po bie shi, por ne nuk kemi frikë as nga bora as nga shiu. Kemi dalë këtu për të pyetur qytetarët këtë do zgjidhin ata mes personazheve të Big Brotherit, por unë nuk do të jem vetëm, do të kem një të infiltruar, e cila do i kundërshtoj qytetarët. Ajo njihet me emrin e artit Artemisa. Erdha unë për të bërë shef në Kamës. Gati je, se jam të ikër kam dalin. Ja, shef, na aprovoj dhe xhamia, kështu që ikim shpejt. Shkojmë. Ky është Luizi. Ky më pëlqen. Luizit pëlqen. Po çfarë të pëlqen te Luizi? Është shumë i shkas. Më falni se po ju dëgjoja. Më fal the Luizin se po e dëgjoja. Po si të pëlqen Luizi? Është shumë i shkas, shumë. Më fal, do me thënë ju pëlqeni mashtrusat? Se ti kë pëlqen vajza? Jo, unë s'pëlqej asnjërin, po të pëlqesh Luizin që... Shumë mirë, shumë... Qa jap, ma i ka mashtru një shqipëritar, tha ja kam kancer, tha ju dashurut mas këti, jeni interesirë, kjo është një mashtrus. Jo, i shkas, shumë i shkas. Jo, është thjesht mashtrues. Ajo është i drejt, po i ullit, ajo shumë i shkas. I ullet ai? Edhe s'është ky i ullet? Jo, kjo është pirat. Mashtroni? Jo, nuk është. Për para po. Do me thënë ke mashtruar, e po pranaj të pëlqen. Gjysë në shanteve të qia, me grënjeshta i kalosha. Polici, në punë, gjdo... E, po prandaj e pëlqej kanë këta këtë, se jemi popull mashtrues dhe pëlqej mashtrusa. Luizi apo Gjesti? Të zjodhët ju zonjë? Po pse? Ashtu ka paçënë Po ky ka mashtruar, e mban mend që gënjeu për smundjen që kishte? Ne nuk mos e gjykojmë njerëzit. Mund t'i gjykojmë, po mashtrusat mund t'i bëjmë idhuj. Jo. Zgjodhët Luizin? Luizin. Po pse? Pëlqen. Ju pëlqen mashtrusat? Se mashtrus? Mashtrus është ai, gënjeu ai. Ka gënjeu? Gënjeu gjithë Big Brother, nuk e peti që tha ai, jam i smur me kancer. Nuk tha si fije. Si se Pse Luizi s'u ka pasni po. Vazhdoni mos e kësaj po. Luizi nuk ka më, as Big Brother si ku ka se Luizi nuk ka më. Po normal që s'kapen mashtrusat. Po mirë, për ty jam mashtrus, më morë mirë. Mirë. Provoj si është. Është kampion. Gjestin? Po çka ka Gjesti? Është artist. Ai lëviz. Po ju kë preferon? Hajt, në unë që ta pa marr. Po çka ka Rozana? O bobe. O bobe. Po Falni. Gertha. Rozanën preferon ti?
Pa ajo është mashtruese, delenxhie. Ja. Është shumë e mirë. E mirë, pa ajo s'është fare mirë, ajo luajti me Eglin. Ç'a po thua? Shumë mirë, atje Se luhet. jemi dhe femra. Luhet. E mbrojnë njëra tjetrën, ajo i ka shkelur femrat aty. Ja. Është nuk e ka shkë. Çfarë ju pëlqen ju te Rozana? Çit fotografi o Qit, vazhdo qit. Po çfarë ju pëlqen ju te Rozana? Po, se jam me sinqir, nuk e fendon, ka? Nuk ofendon, ë? Po, Si Gjesti. gjestin. Po Luizi nuk të pëlqen? le Luizin, mo. S'është fan se Luizi ti, nuk Po, je fan. normal se jam me Luizit. Po tani Gjesti apo Luizi? Po iki Luizi, shta, e të thamë për Big Brother në Po, shesh. tani. Po, pra, Ky që u tall me gocën, je me këto sa ti? tall, jo, me Si s'u tall me gocën, ai luajti me S'do me gocën. lujt, nuk do me prish lujin. Hajt, mësëm që të në televizor. Po kjo është për t'u gris. Ani, po, më qitë në televizor. Pse e grisë më Gjesti? Po i ky që tallet me gocat, mbroni meshkut që tallen me gocat. Ka shku me lujt. E, Egli apo Gjesti? Kush ka të drejtë në këtë marrëdhënie sipas? Gjesti. Gjesti? Po, gjesti, Pse shumë i çka mirë. ka? Është shumë i mirë. A nuk ka luajtur me ndjenjë? s'ka luajtur fare. M'falni. Fare s'ka luajtur. Keni dalë për të bërë pyetje dhe ju tha Gjesti? Po, gjesti. Ai që u tall me femër? Ik më me Po jemi gjeste. femra vet. Ik më, bravo, gjesti është Ku mirë. tiki? Po femrat? Femrat, si femrat. Ç'a të bëj femrat? Shkele. Ai tha që në fillim se nuk të dua. Gjesti. Po ai thoshte e puste. Dhe është shumë mirë. Shumë mirë, pra e përdor, le ta përdori bashkulli femran. Femra le të shkelet me këmbë. Egli apo Gjesti? Kush ka të Çfarë drejtë? Egli më gjesti? Gjesti? Po pse çka ka Gjesti? Ma isha Eglin qafe. Po iku Egli. Doli Egli se ky nuk e Kthejnë don. prap, kthejnja prap, se po si e Egli ki nuk bën kur gjejt fare më. Qa thua? Një sekond tani. Mes Luizi dhe Gjesti ju kë preferoni? Të se Luizi ka qenë ma i përgatitur, ma i atë. Pra ju jeni me I Luizi. afrot, po, i afrot edhe Gjesti i afrot. Shumë i afrot bile. Fal, se the që është i aftë ky? Ka qenë i Ky aftë. ka gënjur, more. Ka Si- gënjur, si tha ka ka gënjur? kancer, tha dhe s'kishte asgjë. A Mashtruj e, një Shqipëri. ti si Mashtrus. Po si e mashtrues, se në Big Brother nuk futesh kullaj, për Po kullaj. ju si doni mashtrusa, që e keni bërë të përëndi. Edhe ki ka qenë i zoti. I Nuk ka zoti qenë. për mashtrim, po? Po. Ama Për gjëra Gjesti, të edhe jo Gjesti është i shumë i shkathë, shumë i shpejt. Apo pa Eglin nuk bën kur gjej Po fare. ky bënte pa kjarën? Ja, edhe ki zbote. E, po, ta janë burra kot, po i ka nej. Ja, mos e gris me Shumë gjegë. të paqim kështu burrash në Shqipëri. Kështu burrash më. Mirë bashkë. Kë zgjidhni? Kush është sipas jush më i mirë? Egli. Egli? Zonja zgjodhi Eglin? Po. Po pse jo atë? Kjo e çmendja atë. S'është gjënav për ato të shkretin binën është dhe ai. Ko që me në vetën ai, jo ajo. Kjo ko që me në rëta. Po pra kjo e ka çmen atë. Po ka lujt kjo. Okej. Sipas teje kush ka të drejtë tani? Vajza, Egli apo djali Gjesti? Të drejt ka goca. A të bëj një pyetje se po të dëgjoja. Pa order. Tani, kjo i ngjitet, çfarë faj ka ky se i ngjitet kjo? Një gjë. Moshla shumë i keq. A Femra, shumë? femra bje kollaj në kors. Unë mendoj që meshkujt në Shqipëri janë të shtypur. I shtypin këto femra. Pa qa të thash pra? I ngjiten dhe i Të- nxjerrin keq. Të lutëm me le të flasë edhe unë një fjoll. Po fol pra po ti zgjodhe këtë. Po, okej, e zgjodha, sepse është femër. Mashkli, është shumë i degenerum, mirë pafshim. Si që janë edhe femra që i shtypin meshkujt. Me duket u shqip flas, nuk Po, flas pra. turqisht. Se mashkulli është i degeneruar, po femra që i shtypin meshkujt? Ja, s'ka baba ki zoti. S'ka bë. Ja keni shtyp në i Ja, s'ka baba ki zoti. Kështu në qose pika, se s'mon jap i detoje më të thelta, edhe bën vaki. Edhe bëmë. Edhe solucioni im kishte, Dhe i thoj e do ta degeneruar. shitësha për jashta. Me bë me ngacmu ken. Me bë me ngacmu ken, Po do ta nuk e shitësha ka për jashta. ngacmuar, ore, ka ngacmu kjo Do t'i dalish zot i këti. Ordo, merre, dili zot. Me Okej, ciao, respekte. Hajde se si e për këtë punë ti. je ti për këtë punë. Unë, Do të vim do të marrim në emision. s'ban vaki zoti.
Ishte e bukur Kamza, një eksperiencë fantastike. Fire. Wow, parruesh me Kamzalin, tishen. Respekte për Kamzën. Ore Kostian, bëj pyetje unë ty. Po ta bësh. Të duket I tepërt këtu në Ore, si shumë nejti, qosh duku. Si pashahet, hajde tani. Televizion e kemi vetës. Shpun kemi ne me ta. Hecë. Megli, unë them ta nisim direkt, javën e kaluar thash gjej kush nuk ka cica, këtë herë do e nis me gjej se kush I ka bërë cicat. Unë jo, një herë. Për shembull, ta tregojmë që tani unë vazhdoj të jem e njëjta. Se me dilë të trekon që I bukur është. Trekon që në mes të sferave. Në mes të... Je në kërkim të sferave, se sfera s'ka, si Goku me Dragon Ball. Po, Superstar janë do jemi du në këtë episod. Po, nuk flasim për ty. Këtë episod flasim për Sara Hoxhën, e cila dukshëm ka bërë diçka në gjoksin e saj, sepse edhe ndjekësit e kam parë, e kam bërë. Shikoje pak para dhe pas. Hajde. Interesant. A thu Ledri tani që Sara bëri gjoksin, do të kthehet me të? Nuk e di, ndoshta nëse Ledri është me këtë shprehjen e butës që cicat janë cica, ndoshta nuk kthehet, sepse ashtu mendon. Nëse ai thotë që cicat janë cica nëse janë të mëdha, ndoshta të kthehet. Ndoshta për të ka rëndësi madhësia. Ndoshta dragoi Ledri do të kthehet me dragonjëzën e tij. Po gjeje se kush tjetër ka kërkuar sferat ndoshta për t'i shtrënguar. Aldo ishte në krevat me Rizartën dhe tha shtrëngoje. Qa? Sferat ndoshta? Sferat, mos besoj, trupi Zotit sferat, mos ka thënë dragon. Po kjo I tha s'kam fuqi, me shumë mundësi ka shumë dragoj. E ka thënë ai, vazhdi bën për një plan. Për një plan. Nuk e di domethënë se çfarë ka ndodhur poshtë organit, por diçka është trënguar. Paktën poshtë organit, po nice. I organit, unë nuk them gjëra që nuk shoh, unë shoh vetëm një organ. Unë nuk kam parë deri më sot një organ. Okej. Organi vetëm që unë kam parë është lëkura e Laertit e cila këtë javë është përdoruar. Është puthur me Gjesin, është puthur me Aldon. U fu dhe egla tani I futi një lap. E po, aktorët, kështu e kanë. Vërtet. Shiko tani se ky Aldo e puthi dhe tha mu duk tha sikur putha babain tim. Incest. Po me Rizartën, se duken si qif? Më duke më pëlqejnë pra kanë përbashkë, të dyve I pëlqejnë burrat më të mëdhenj. Jo, sepse ai e bëri thjesht sa për të bërë xheloze Banën. Po edhe Bona dhe Rizarta kanë kështu, I pëlqejnë meshkujt më të mëdhenj, se kanë dede iqës. Ndoshta, po gjeje se kush ka reaguar për puthjen në bull që ka ndodhur brenda Big Brotherit. Ai që Kingu, I vetmi. Ajo, është para Shevia. Jo, ma! Kingu. Mirë mbrëma. Se ka marrë gjumi atë? As gjumi, as nuk di qa nuk e ka marrë tjetër. Më tregon. Gjibani tani ka hedhur një story ku ka thënë lyni buzët dhe syt, vishuni me fustane, puthuni me meshkuj, pëlqeuni për prime, shauni dhe prekuni, fshini ndjenjat për atë që pëlqeni në të vërtet, bëuni ushtare paterica, përdorni epitetet të llojit manjak dhe përndjekës, ndorroni 4 përqime, shtypi ndjenja dhe njerëz, pastaj e jani të më quani fshatar dhe imoral. Ky Gjibani është I papar, nuk e di si bën këtë poezit, ja thot nga nëna natyrë. Ja thot, po mua pëlqen që sa kohë pas që ka dalë, se kishte probleme, pas ka kohë të kompozoj poezi. Tani Gjibani ka kohë, arti I vërtet, zemër nuk të pyet, të frymëzon, të vjen muza direkt. Pap! Man më si t'na erdhi. Muza tjetër I ka ardhe Amberit. Amberi tani kishte bërë një postim ku kishte thënë që Laerti nuk është I vërtet, ai gënjen sepse ai ka qenë një lidhje me një vajzë trans që është shoqja ime. Tani që halli ka kjo, është gjeloze, që si ishte lidh me këtë, që si avari kësaj, ku është problemi? Shëndron dhe kjo, mund t'jetë gjeloze, sepse dhe ajo ka dashur buzët e ngrota të Laertit. Ama ky Laerti po bë kërdin, dash TikTok, dash Big Brother. Çka, ti kur e shef kështu të ngjallë në gjë? Çfarë zonë të bargut për bukë? Gjekush bën gërrrr, se ma lidhë shumë bukur. Alketa Mesiu! Jo, e vetëmja, mos ma ngatro Alketën mua me Gjenetën. Sepse Gjeneta tani kishte edhe një stories që kishte bërë Gjesin në Big Brother tërrrr. Kjo kishte thënë, mëson nga unë, nga mësuesja më e mirë. Se edhe Gjesi bën gërrrr.
Tani o Gjeneta gërgër bënte edhe gjyshe ime kur thëriste pulat e detit. Grrrr. Nuk e ke shpikur ti si sound, si efekt. A kupton, po ikot Gjeneta. Gjeneta kishte pas dhe një bif me motrën e Gjestit. E di pse? Jo. Sepse Gjeneta kishte thënë që Gjesti nuk di të lidhi dy fjalë. Dhe Gjet çfarë kishte thënë motra e Gjestit. Hajde. Jo vetëm që lidh, por shikoj si kishte lidh fjalët. Kur thonë që nuk din mi lidh dy fjalë, nuk din me fol. Folin krejt këta që sot jon jash pa fol për kuror. Nuk bëhet se për vetit çka kanë me fol ose kujt mi interesu. Edhe një emoji duke qesh. A ka marrë frymë thë kur e ka shkruar gjithë këtë? Se kështu i lexove ti, s'kishin Si ka lidhur, mos i ka lidh mrapsh me në nën kuptim, se unë s'kuptova gjë nga këto fjalë. Nga që Gjesti bën këngë dhe rap, ndoshta e ka bë kështu si freestyle. Mos e kanë lidhjen e fjalëve të trashëguar në familja. Që pasin trashëgon ai gjë. Po në fund si Çka kishte thënë Gjeneta? Gjeneta kishte thënë, "Më so goc", i kishte dërguar një foto abetareje. Oh. So sweet of her. Normal, sa ai sa Gjeneta sikur shkopar. Mos të gjyko, por thjesht para gjyko. Kjo është motoja jon. Por ne themi dha të tjetrën, ç'pun kemi ne me ta. Tani unë do iki sepse kam një super queen që po më pret për intervistë bashkë me dy ti më braktis. Unë të braktis zemra kështu është, duhet mësosh, unë të stërvis për jetën. Asnjë mashkull nuk rri deri në fund. Punët i di mama, si menaxhohet fama. Kam planet më dhaja, si bohet paraja. Hapi veshët mirë, që të jesh i pari. Ta tregon vezirja! Nga lidhet gomari. Vezire mirë se erdhe në What the F Show. Mirë se ju gjeta të gjithë juve në What the F Show. Shumë faleminderit për dedikimin që kënduat këngën time. Me lejoni t'ju them që e kënduat shumë keq. Por gjithsesi e rëndësishme është ideja. Po shiko se ne vokalin tënd nuk e arrim dot tani, të lutem. Patjetër, jam dakord. Madje as me taka, se arrim dot. Kjo është pak po e sigurt, Kostian. Vezire na kishte marr malli për ty nga bëshmi Shqipëri. Në Shqipëri se tani është bërë international. Po pse të kishte marr malli, unë gjithmonë prezente kam qenë. Madje më kanë thënë kur kam bërë një koncert në Bari që dukesha nga Durrësi. Më duke koka. Jo, vërtet. Ishte patjetër, ishte horizonti, domethënë i Barit aty edhe perëndimi i diellit dhe koka ime kështu me luludhe. Luludhaqes, po patjetër. Që ta kuptojnë dhe njerëzit sa i gjatë je ti Vezire. Tashti ndryshon në varësi të takave. Ta se do thënë stinës apo s'ka lidhja. Jo, nuk është se të kurrem edhe. Jo, ndryshon në varësi të takave dhe duke qenë se unë vesh taka dhe kur fle, modestisht. Wow. Po patjetër, sidomos. Kështu fleti Vezire më kolluar nga Zoti? Absolutisht. Wow. E di çfarë halli ka? Zgjova. Si të nxë krevati me këtë gjatësi Vezire 2 metra femër. Ka krevati 3 metra mor. A ka kështjell. Tash ti të lutem shumë, sipas vendit edhe kuvendi, kështu që kam porositur një krevat të madh, të cilin e marr me vete kudo që shkoj, sepse kur bëj turin nuk mund të qëndroj në krevate kështu mikroskopik. Po pra, se ti e kështu si rruga e Arbit po e ngritur në këmbë. Ke pra si rruga e Arbit? Kam parasysh. Vezire, duhet të ndalemi pak tek Drag Race Italia, te pjesëmarrja jote e famshme që maniti gjithë italianët. Si të pritën atje? Shiko, unë nuk do thoja italianët, ma njëti gjithë botën. Okej. Sepse, pse do thuash ti? Pse? Ashtu. Sepse Vezirja është e para diva shqiptare që është pjesë e familjes së madhe Drag Race. Publiko një protitje, ju lutem. Publiko. Okej, ja kështu. Që ta dini. Dhe një gjë tjetër që s'na dele keqja neve, e ke parasysh në Drag Race, tash nuk po them që është kompeticion, nuk po them që është konkurim midis shteteve, po për shembull ndonjë diva serbe s'ka. We did it first, bitch. We did it first, okay? You slayed, queen. Të lutem shumë. Po në Miss Universe do konkurosh pas kësaj? Jo, në Miss Universe jo, po të bëhet ndonjë, ku diu, në Miss Jupiteri, mbase aty do konsideroj që të shkoj. Vezire, si aplikove në Drag Race Italia, se kurioze jam pak të di për historikun tënd. Dërgova një letër me pëllumb. Pastaj dërgova një kal me dhurata. Jo, aplikimi ishte, le të themi, shumë i gjatë.
Jashtëzakonisht shumë i gjatë, sepse duhet të flisje me avokatës, duhet të flisje me social media manager, që i pan të gjitha rrjetet e mia sociale, mos kisha publikuar në një pislik, le të them në rinin time. Po tash ndonjëherë edhe pime dhe shkruajmë ndonjë gjë që duhet të shkruajmë. E zeza më na. Të keqen, por pastaj bëm edhe takimin me psikologët që të kuptonin e ke parasysh nëse mbushnim apo jo. Si ishte top besoj. Absolutisht, sepse në takimin me psikologen kam gënyer si derri. Po patjetër. Se çfarë pyetje të bëri dhe gënjeve? Po çfarë pyetje? Për shembull, një nga pyetjet që më bëri është kur ndihesh e acaruar apo e nevrikosur, çfarë bën? Çfarë i theti? Çfarë bën? Çaj thash. Po pra, çam pi një filxhan çaj. Po gënjesh të rrëshqo, çfarë ti thoja që i marr njerëzit me shpulla i thyen shishën edhe i kërcënojmë. Absolutisht jo. Megjithatë, mund ta them fatmirësisht një deklaratë publike. Nuk kam probleme me egërsinë, nuk kam probleme me kërcënimin ndaj njerëzve, sepse tani më në fund nuk është e nevojshme. Nuk është e nevojshme që unë t'i bëj keq dikujt tjetër. Paguan të ti. Paguaj Paske gjetë zgjidhje. Është komoditet. Vezire ka shumë lek pas ke bërë ande nga ke shkuar? Po pra flitet, Vezira ka pushtuar Italin me show, njerëzit paguajnë për ta parë meshkujt italian, si të duken? Të shkurtër. Të shkurtër? Mos valli ti me gjatë Vezire se ç'duhet. Jo, nuk e pranoj këtë. Unë jam le të themi një gjatësi normale. Po. Okej. Kështu që më vjen shumë keq është deficiti meshkujve që arrin deri aty ku arrin. Okej. Po pse po mendoja unë se mos Vezira ka gjetur dashurinë ande në Itali, ka gjetur dhe në burr, apo jo? S'ke lidhje me dashurinë. Nuk kam gjetur, shiko, me thënë të drejtën, 7 ish bashkëshortit e mi, rreth me të pas të 7, kam mjaftuar. Tani, fatmirësisht, po bëj lek vetëm. Kështu që tani you're self-made, si e thonë. I am self-made. Vezire, më fal, këta 7 burra që të arrinin ty i rindisi kështu njerëz i për tjetrit. Po patjetër. Që të arrinin. Patjetër, po jo sipas gjatësisë, sipas llogarisë. Sipas llogarisë. Bën sens. Po tash kemi disa nevoja që duhen përmbushur. Se ka shumë kushton ti Vezire për të mirëmbajtur veten. Sa kushton luku i Vezires? Për shembull, ky luk që ke bërë sot, sa kushton? Që nga maja e thorit deri te qimja e flokut. Te luludhaqja. Luket e mia, me thënë të drejtën, unë nuk e di sa kushtojnë, e di pse, sepse nuk më intereson. Thjesht kam kartën. Ke humbur numërimin? Nuk Kjo kam. është jeta që duhet të arrijmë. Nuk më intereson. Në momentin që llogaria jote bankare është më shumë se numri jot i telefonit, dhe po flas për numër telefoni kështu të huaj që kanë më shumë. Me prefiks parë. Patjetër, atje në atë moment pastaj jeta merr tjetër kuptim. E shikoni jam më qetë. Po, se ti Vezire nga Drag Race, po përpara se Drag Race ti ke qenë tek Portokallia. Patjetër, po. Po dhe atje ka qenë ky prestigji, ka i madh që ti paguhesh ka shumë, më thënë. Absolutisht jo. Çfarë ndodhi që nuk të shohim më atje? Utrasha. Ku trasha? Me thënë të drejtën, në vendet e duhura. Aty ku duhet të trashësh dhe ti pak. Atje ku duhet unë të hollohem pak. Gjithsesi, mund t'ja japësh, ekzistojnë kështu. Mund të bëni exchange. Gjithsesi, eksperienca ime në Portokalli ka qenë gjithmonë shko e ik, nuk e dini nëse e keni perceptuar. Nuk kam qëndruar në s'më mban vendi mua. Nuk rri dot në të njëjtin vend, duhet të bredh, Se mos nuk të mban topi mirë, ora. Tash i varet për çfarë tope, për flamur tope. Jo, për bamir topi. Apo për bamir topi. Ky është i vetmi top që ty të intereson? Mua, jo, me thënë të drejtën, kam edhe një gjyle në shtëpi që e mbaj për e ke parasysh për estetik, nga koha e Alipash të Pelenës. Po se kam gjetur akoma topin. Kur t'ja gjej do të them. E po kështu është kur lëviz lart dhe poshtë do ta humbasësh topin. Se s'është e lehtë. Vezire, ti në Portokalli ke pasur skeqe me disa prej aktorëve të Portokallisë. Si ka qenë bashkëpunimi? A kishin xhelozi për ty, për famën që ti kishe në atë kohë dhe famën që ke sot që ka ardhur në rritje? Shiko, unë mund të them vetëm kaq që unë kam parë gjithmonë rrugën time.
kam parë gjithmonë rrugën time, kam parë gjithmonë xhepin tim. Dhe normalisht zgjedhjet e mia më kanë çuar këtu, ku jam siç e thotë edhe kënga që ishte një, le të themi, parashikimi të ardhmës, më kupton? Unë ka parë rrugën time dhe nuk kam parë qenë të lejnë, tha. Karvani. Vezira ecën përpara. Po me bukrën e mretit dukeshit shumë të afërta. Bukrën e kam shumë xhan. Bukrën e kam shumë xhan, e di pse? Sepse është gjithmonë atje kur ti ke nevojë për një sherr. E ke parasysh që ti do të zihesh dhe bukra është gjithmonë atje, e dashuroj. Sepse vem aty dhe fillojmë të kapemi cëke. Ka pasur kështu xhelozi? Konflikt interesi besoj më shumë për se lekët. mreti bukrës ka. Jo, me thënë të drejtën, mreti bukrës është mreti bukrës edhe unë e respektoj edhe e vlerësoj për këtë gjën. Fatmirësisht kemi papare që të dyja, më kupton. Por që më pëlqen ajo gatishmëria e saj për të bërë sherr, nuk gjen me njerëz të tillë që ta kenë sherrin kaq të lehtë, jam shumë politically correct. Në një nga këngët e tua, me famë ndërkombëtare, flasim hollywoodiane, ti shprehesh që nëse ti bëhesh me nerva, mund të qellosh dikë me sqepar në kavitetin anal. Tani, ti ka ngritur ndonjëherë nerva aty te portokallia? Që ka mirëtuar sqeparin, pastaj vendin vendose vetë, Tash me thënë të drejtën nuk është të qelloj, po është angul këtë sqepar, është teksti kryesor. Por e kam dëgjuar me titra rusisht edhe. E kuptoj. E ke dëgjuar me sy. Atëherë, le të themi që Spill dhe ti Vezira, ku ja ke ngulur? Spill dhe ti, kam një listë me emra. Nuk është vetëm një. Kam një listë me emra, por ti the specifikisht për portokallin. Janë disa emra që unë nuk e di, nuk do doja ti përmendja thjesht për një sëkolldi kështu personale. Të vjen sëkolldi kur i përmend. Të vjen kështu një afsh, në jafshin nxehtë apo i ftohtë? Si afshin nxehtë që vjen kështu nga lart, pastaj ikën poshtë, pastaj merr majtas edhe ikën fare. Edhe ikën, po. Kështu që por gjithsesi ca gjëra janë publike edhe di. Tani ti Vezire ke pas shumë eksperjenca dhe unë doja të dija pak krahasuar eksperjenca jote në Shqipëri, në Portokalli, krahasuar me eksperiencën tënde në Itali. Si të trajtonin ty Vezire këtu dhe si të trajtojnë atje? Është si nata me ditën, absolutisht, po të shqisë është bërë pak klishe kjo që themi që jashtë gjërat funksionojnë më mirë, në Shqipëri gjërat nuk funksionojnë fare. Dhe kjo ndodhë sepse jashtë gjërat funksionojnë më mirë. Është të vërtet pra. Është më mirë andaj se faktej. Kush ka ikë jashtë ka parë hajër? Jo të gjithë. Unë fatmirësisht kam patur fatin e madh që kam parë hajër dhe eksperienca është jashtëzakonisht shumë e ndryshme. Duke filluar edhe që nga kushtet. Tash ti një diva do të trajtohet si diva, lutem shumë. Nuk dhe atje këto kushte e ofrohen absolutisht. Madje në një koncert që tani do bëj së shpejti, do e bëj në Brescia, sapo mu komunikuaj që do më fusin tek venue, tek skena me 2 bodyguard. I thash, çam duhen mua bodyguardët, unë jam 2.5, do të thënë 2.5, kush afrohet, më kupton? E vërtet. Kështu që i thash bodyguardët, jep ju lekët, të merren me një tjetër. Po në Shqipëri ke menduar të bësh një koncert Vezire? Të tëndi një gjë recitale madhështore. Apo na harrove edhe do ikësh vetëm jashtë? Jo, absolutisht, unë nuk do ta harroj kur Shqipërinë nuk do ta harroj kur komunitetin tim me fansa që janë të jashtëzakonshëm, edhe që unë i dua pafund që janë fëmijët e mi, unë i quaj kështu, my babies, fëmijët e mi të dashur, kështu që unë sinqerisht po mendoj që të bëj një koncert të jashtëzakonshëm. Prallor me të gjitha këngët e mia, me të gjitha. Stadiumi besoj, se aq shumë fansa sa ke ti, duhet stadium. Stadium në San Siro. Më të thash që kam qenë në San Siro. Jo, po hamoj motor si vajti kjo punë. Isha në San Siro me thënë të drejtën, por një natë më përpara San Siros isha në klub. Isha në klub edhe aty në San Siro me turp me thënë, më zuri pakës gjumi. S'ke fare. Më zuri pakës gjumi, po që ishte eksperiencë e jashtëzakonshme. Shumë e bukur, një vend gjigant që do ta kisha kursyer, se nuk është se e ke parasysh, si ishte në gjyqëri. Kisha preferuar të isha më mirë, nuk di unë kravatin tim duke tjetur, por ishte eksperiencë e bukur.
Vezire, ti njesh... Me këto taka kam qenë. Me të njëjta taka. Me të njëjta taka kam qenë. Perfekte. Këto kanë shkelur San Siro. Bring the success to us. Do na lësh neve një tak të sipër se Unë mund ta lë këtë takë, mirë, po problemi këtyre takave është që këto vinë me lej, janë me lej, sepse konsiderohen si armë të ftohta. Dhe po ti gjeti policia pa patur atë lejen të fusin në burg. A e ke përdorur ndonjëherë takën për sulm? Jo, nuk e kam përdorur. Po më përgjigjesh dhe mua si psikologes në Itali. Jo, nuk e kam përdorur për sulm. Jo, po të tregoj të vërtetë. Zemra si duhet është 2 metër e pesh. Për sulm, preferoj helmin. Vezire, dua të ndalemi pak tek mungesa e drag queen në Shqipëri. Ti je the queen of drag në Shqipëri. Po, atë a do të pëlqente ty të kishe edhe konkurrencë sepse nuk ke? Jo. Absolutisht. Shiko, është një ndryshim i vogël. Ka shumë performues që bëjnë drag, por drag queen nuk ka. Nobody can be. Dhe dua të ndalemi pak të komentojmë këto personazhe me radhë. Kemi Salsano Rapi në Portokalli, i cili ka imituar Bora Zemani. Si e komenton? Salsano Rapi është jashtëzakonshëm. Madje do të dish diçka. Në periudhën time në Portokalli, kam pasur grimierën time që jam mësova të gjitha teknikat, e ke parasysh këto truqet e mia, le të themi, që i bëja një kohë, se tani unë nuk vë make-up, jam natyrale kështu. Dhe ato lloj teknikash i ka bërë pikërisht e fotoja e Salsanos. Wow. Do me thënë njohuria, dituria ime vazhdon edhe sot e kësaj dite. Pas kelloj gjuhë. Kemi Beskallakun, i cili gjithashtu ka pasur role të vazhdueshme si vajzë në emisionet humoristike. Si do duket Besi? Të jashtëzakonshëm. Më pëlqen jashtëzakonisht shumë mjekra i gjatë. Dhe vetëm kritik që kam që është problem kudo në Shqipëri, janë paruket janë jashtëzakonisht të shpifura dhe do doja që të bëj diçka. Po parukja e Rioni Said me lepur, me veç lepuri, si do duket? Format nuk ngjason me format e tua, po mendon që është përpjekur? Ajo më kujton, kam pastrusja ime, Consuelo, ka një letë që pastron këto xhamat, dhe është fikse ajo paruke. Me qëra fjalla për paruket, kam kënaqësinë të them që së shpejti do të hap një biznes me paruket. Vërtet? Bravo! Që për herë të parë në çfarë ngjyrash? Të kemi paruke cilësore, do jenë të gjitha ngjyrat, absolutisht, të gjitha ngjyrat, të gjitha opsionet sintetike me flok njeriu, ortopedike apo jo, ato janë ortopedike, jo, nuk ekzistojnë. Po kështu me flok njeriu, apo edhe normale? Edhe normale, absolutisht edhe normale, sepse nuk bëjmë paragjykime, të gjithë mund të blejnë parukën e tyre dhe të jetojnë fantazi. Vezire, sa ka qenë çmimi më i madh që ti ke shpenzuar në një paruke? Hoj. Na tregon ta shifra se Vezirja flet troç, nuk varet, ka paruke që kam mund të kem shpenzuar deri në. Me sa zero? 2.000 7.000? Shumë. Ti mendon se me 7.000 euro mund të marrësh një paruke të hajrit? Unë nuk marr vesh, sa pra? 20.000? Okej, mund edhe më poshtë mund të dalë. Nëse ti merr një paruke me flok njeriu, po që është një paruke e dëndur. Po? Dhe tash ti kur bie fjala për volum, hani. Të lutem tani, po. Kushtojnë, janë goxha të kushtueshme. Po për paruket që janë normale, për madje përdorimin në jetën e përditshme, ato kushtojnë më pak. Pyet për i shok. Çfarë duhet të ketë një mashkull për të fituar zemrën e Vezires? Çfarë potencialesh? Çfarë duhet të ketë një mashkull? E para punës duhet të jetë më gjatë se mua. Dhe këtu mbyllet diskutimi. Ku ka më gjatë se mua. Po me vajza do eksperimentoje Vezira? Kam eksperimentuar. Wow! Hani, po pse nuk linda dje. Gjesti do ishte në zgjedhjet e tua? Kush? Gjesti. Ky i bigu se po bën namin, e ke parë? Vishet me roz, me fjango, me kostum lule, flokët roz. Po pra, është si shkurtër më duket më. Po deri ku mund të ta arrijë Gjesti ty për shembull? Po që ti pse bën pyetje që ti e di përgjigjen? Jo, kurioze jam ta di se si ja kam iden. Nuk e di sa i gjatë, se nuk i kam vënë metri Gjesti. 1.50 atë. Po ja të kishe ti një natë Gjestin, çfarë do bëni ti dy bashkë? Do luanim domino.
Sa ti po, të kem për të vënë një palë perde se ngjis dot, është i shkurtër, më kupton? Por që gjithsesi te Top Channel-i, që unë kur dilja te Portokallia më thoshin gjithmonë që duhet të dalësh nga anë e majt. Se po të dilja nga anë e djathtë, më dilte logoja e Top Channel-it në surat. Patjetër, tashti gjatësia ka kusuret e veta, absolutisht. Me qëra fjala tek Gjesti dhe të Big Brother dhe Laerti, të gjithë djemë të shtëpisë u bën si drag. Laert Vasili do e shikoje si një drag queen? Se bërë shumë i rolin. Bën dhe puthje. Bën dhe puthje, shikoja si një drag queen. Jo, me thënë të drejtë, shiko, të gjithë mund të provojnë artin e dragut, është thjesht një art. Në momentin që ti, mund ta bësh, po pastaj në momentin që e bën, duhet edhe të bësh diçka, do të thënë të dish të bësh diçka, të performosh, të kryosh një personazh. Se nuk është ideja që thjesht e krijove imazhin edhe aq mbaroi puna aty, absolutisht jo. Aty është vetëm fillimi, është gjeneza e të gjithës. Por që nuk e di, do ishte argëtuese. Dhe ai është një aktor që mund të krijojë një personazh tepër interesant. Tani Vezire, dua që së bashku të rendisim top 5 outfitet dhe looket që ti ke bërë ndër vite, në videoklipet e tua, në Drag Race Italia, kudo. Dhe kemi foton e parë ku je me një fustan të kuq dhe me flok të kuqe. Ti nuk e di se cili do të jetë looku i radhës, kështu që The Lady in Red. Kështu që nga 5 vende duhet ta vendosësh në një vend. Aty do ta vendos në vendin e dytë. Pse? Sa ka kushtuar ky look ose koha? Ose çfarë kujtime shke nga ky look? Ajo me thënë të drejtën nuk ka kushtuar shumë, sepse ishte momenti që sa më kishte vdekur burri 6 edhe ishte në zi me lekët. Kështu që në zi, nejse. Sa të vinte i 7 ishin zi. Ka qenë në të kuqe, nuk e sheh. Dhe me atë kemi marrë një perde, e kemi qepur, e kemi bërë fustan dhe ka dalë një fustan i mrekullueshëm. Okej, looku tjetër është ky? Ky është një look, ky look më pëlqen nga qafa e sipër, le të themi. Ajo paruka ishte goxha e kushtueshme, por që gjithsesi ai atë kimonon dhe mund ta kurseja. Në çfarë vendi? Do ta vendos në vendin e 4. Okej, në vendin e 4. Dhe një look që është my favorite, me Leila, të shkon Leilaja. Tani po vërej që pas kam bërë shumë looks që janë monokrom, që janë një ngjyrë. Ajo më pëlqen jashtëzakonisht shumë. Ato do ta vëmë në vendin e parë. Do ta vëmë në vendin e parë. Okej, një look tjetër këtu shala na, mashallah. Aty fatmirësisht nuk kemi, do t'i tregoj. Kjo shal na ban. Kur i kemi do i nxjerrim, të lutem shumë. Ka ngel vetëm vendi i 2 dhe vendi i 5. Këtë ku do vendosësh? Atë do ta vëmë në vendin e... Okej, vendi tjetër që ngeli është... Mos e dhjeva. E dhjeva. Ai është një look që unë e kam shumë qef, është nga një stilist i jashtëzakonshëm nga Kosova që quhet Plastic Lori. Do me thënë, me punën dhe stilimit në Shqipëri jemi një që keq, duhet ta pranojmë, okej? Stilistët në Kosovë, le të themi, janë më të guxuar me gjërat që bëjnë, nuk janë vetëm, dasma dhe mbrëmje mature. Do me thënë, ecin mandej, nuk kanë frikë që të eksperimentojnë me gjërat. Se më kujtove diçka këtu Vezire, tani në personazhet shqiptare, qoftë shqiptare apo shqiptar të Kosovës, këdo shikoje ti si një drag queen potencial? Si një drag queen potencial? Unë nuk mund të them si një drag queen potencial, unë mund të them totalisht si një drag queen. Okej. Absolutisht the one and only e para është Gili. Xixë lonje nat. Është dragu, the drag queen, absolutisht e jashtëzakonshme. Është Adelina Ismaili që ka qenë gjithmonë shumë e guxuar, gjithmonë me atë personazhin e vet. Madje në këtë performancën e fundit bëri edhe një 4 reveal që hiqte gjërat, kishte kostumin poshtë dhe i kostumi e jashtëzakonshme dhe pakës Miria Bra. Pse pakës? Në periudhën kur kishte atë cullufen e bukur kështu atë me vala me onde. Por mund të them që me shkallën e gufimit të flokëve edhe Luana Vjolca është në ujërat e drag. Por të gjithë
Të gjitha këto që ti përmende nuk të arrin dot ty. Absolutisht jo. Edhe me mira vite të mundohen nuk të arrin dot. Jo, nuk më arrin dot. E para punës jam shumë e gjatë dhe e dyta tham më duket që je i gjatë apo nuk e tham. Si? Nuk e tham që je i gjatë. Duhet ta specifikoj. Duhet ta specifikojmë se nuk e kuptoj njerëzit. Dhe jam shumë e bindur që po ka pak drag aty brenda. Tek looket që na servir Luana. Vezira, ne të falenderojmë shumë që ishe këtu. U kënaqëm shumë, nuk e di sa u kënaqe ti me ne. Edhe unë u kënaqja jashtëzakonisht shumë. Ishte me të vërtet një nder i madh për juve që ishit pjesë të intervistës tuaj. Unë mendoj që kam kapur majat e karrierës kam pas emocione me asnjë intervistë sot po dridhesh. Unë them ta mbyll. Ta mbyllim. Ska më lart se kaq. Ska më what the fuck, kjo ishte finalja. Lërca do të unë mendoja pikërisht nga what the fuck tani ta vëm this is it. This is the end. Faleminderit dhe ju që na ndoqët. Lërca thot Kostiani se prap çdo të prem dhe këtu jemi në ora 8:00 në Andale dhe jemi çdo të martët shtunë duke komentuar Bigun live apo jo guys. Ka shumë për të Na ndiqni sepse ne për çdo gjë themi what the fuck. Nëse ju pëlqeu ky episodi What the Fuck Show, na bëni subscribe në Andale AL për të ndjekur më shumë episode të reja. Andale!